Mallin për të birin e shuante kur sytë e tij përshkonin fotografinë e vendosur në balë të dhomës. Për 26 vjet radhazi prej kur mentori ishte zhdukur në Kralan të Gjakovës, babai Maliq Kryeziu e shite atë shpesh në ëndër. Vetëm figura edhe më shumë në buzëqeshi. Madje në disa raste, mentorin e shite duke u kthyer i gjallë në shtëpi, por ndryshe ndodhi. Pas 26 vjetëve, Maliqi të birin e identifikoi vetëm përmes ADN-s së ishtrave të tij, që u gjetën gjatë gërmimeve në Bishtazhin të Gjakovës. 6 ditë kam rënë në kazermat e ushtrisë Shqipërisë në kufi. Të prit kush vike prej Kosovës 2 veta, a dini pra keni ndëgjuar për këtë rast, a keni marrë vesh diçka? Pra, po gjithkusht tek në kufrin 33 jam ku ka aty aty. Do njëri ka pas atë shpresën e vet. Peshën e rënë të mallit e të mërzisë e mbajti gjatë gjithë kësaj kohe edhe Kadri Kryeziu nga Mleqani i Malishevës. Njëjtë edhe ai takimin me djalin për herë të fundit e pati në Kralan. Po për dallim nga Maliqi, ai thotë se e dinte që djali u vra. Thash vallahi ja u kajtën dirtën që ta i vrajtën krejt. Mirë po ai nuk pati shpresa që ishtrat e të birit do të arrinte t'i varroste, pasi kur përfundoi lufta në vendin ku pa për herë të fundit me Sabedinin 17 vjeçar, thotë se kishte vetëm trupa të djegur. Hash shqyr si unë gjetën, e eshnat bili. Me dit njeri ku i ka eshnat e vladit vet. E thash, se vallahi s'kum pasi mëd, as s'kum menu si i gjojnë në hi aty që këshin djegën. Bashk me mentorin e Sabedinin, u gjetën edhe ishrat e Vehbe Halilajt nga fshati Llapçevi i Malishevës. Baballarët u ndanë me bijtë e tyre më 4 prill të 1999 në Kralan të Gjakovës. Po në atë muaj për 3 ditë rresht, u vranë afër 90 civil shqiptar nga ushtria serbe.